Përshëndetje shikues të nderuar. E ka nisur punën në ditë të vështira për Universitetin Publik të Gjakovës. Bile do të thoja delikate, por tash pas disa muajve gjërat kanë ndryshuar për të mirë. Fjala është për rektorin e Universitetit Publik të Gjakovës, Semi Agani, zotin Shaban Buza, me të cilin edhe do të zhvillojmë intervistën e radhës. Zoti Buza, faleminderit që jeni sonte me ne. Menderqofshi. Jo pa qëllim e nisa bisedën me vështirësitë që keni hasur qysh në ditën e parë biles të emërimit tuaj si rektori Universitetit Publik të Gjakovës, atë botë studentët ose parlamenti studentor po e bojkotonin ligjëratat. A u morët vesh përfundimisht me ta dhe çfarë po kërkonin ata? Po, shiqo, këtu si duket janë grumbullu disa paknesi që më herët. Dhe në një mënyrë unë jam pritë, si më thonë, në këmbët e para si sot populli atje, në ditën e parë bile edhe në ditën kur unë jam intervistu që s'kam pas të bëj, se ende s'kom qeni zgjedhur, nëse s'kom pas bëj fare me situatën. Mirë po, si do që tjetë ajo situatë tani është qetësu, studentët dhe të tjerë të kanë po që unë kom ardhë me qëllimet më të mira, me synimet më të mira, edhe duke ditur edhe, si më thonë, përvojën time që e kom pas ose që ende e kam në Universitetin e Prishtinës, në një përvojë më tepër se 30 vjeqare, qoftë si mëdhanës ose edhe në institucionet të ndryshme në struktura, atëherë me biseda, me takime dhe me pritjen edhe të studentëve, edhe të qytetarëve, edhe të profesorëve, edhe të njerëzve që kanë interes për universitetin, për shkak se rajoni i Gjakovës, ky rajon ka qenë rajon arsimdashës gjithmonë, edhe është le të themi ndër vatat e arsimit, atëherë normal që universitetin e kanë prit me emocione hapjen e universitetit. Për atë edhe unë them që këtu ka sfida të mëdha për shkak se pritjet janë shumë të mëdha rreth Universitetit të Gjakovës. Kur u shpalosën të gjitha dhe kjo energji u shpalosu pa se cilat janë qëllimet, cilit do, unë mund të them tash që studentët janë kthy, ju dini se jeni në media dhe e keni përcjell me njëherë, le të themi, brenda mujt parë, ata janë kthy nëpër klasët të veta edhe kanë filluar të merren me atë që e duhet. Megjithëse nuk ishte numri i madh i studentëve që po bojkotonin mësimin, bile disa kanë thonë që edhe nuk e dim pse po bojkotohet mësimi. Sido që të jetë, të gjithë janë studentë të Universitetit të Gjakovës, të gjithë janë studentë të fëmijët tanë, prandaj të gjithë duhet ta kuptojnë cili është qëllimi i universitetit. Qëllimi i universitetit është që ne të krijojmë kuadro kompetente dhe të cilët studentët më shumë duhet jenë kërkues ndaj neve, profesorëve si mëdhanësve, që ne të avancohemi faktikisht me metodologjitë tona në mënyrë që ata të jenë sa më kompetent dhe të jenë mandej konkurrent në tregun e punës, i cili nuk është i lehtë në Kosovë. Mirë, e kthejmë faqen dhe bisedojmë për diçka tjetër. Aktualisht është e hapur aplikimi për bursa të Bashkimit Evropian për studime postdiplomike, por a ka shansa për bursa të tjera? Sigurisht që ka. Ne e kemi në web faqen tonë vetëm edhe një thirrje tjetër, që është për bursa hungareze. Qeveria hungareze jep bursa për Universitetin e Kosovës studentët, të cilët mund të konkurrojnë në lami të ndryshme, duke filluar nga bachelor ose disa vite deri në master ose edhe post-master, doktoratura ose specializime të ndryshme. Po ashtu rishta se kemi marrë edhe me siguri këto në këtë kohë kur unë po flas, ndoshta në web faqe keq ka dalë edhe tjetra thirrja e Tajlandës për bursa që kanë bëjnë. Kështu që ka, po janë edhe thirrjet permanente ose të përhershme. Janë thirrjet e Bashkimit Evropian përmes projekteve Erasmus+, ku bën pjesë edhe Erasmus Mundus. Dhe ne, Universiteti i Gjakovës e ka, si më thonë, kodin e vet atje dhe ne, studentët tonë mund të futen dhe mund të aplikojnë për mobilitete ose për mirë, po jo vetëm në Gjakovë, nuk është kjo karakteristikë që ka po flas veç i Gjakovës, por në përgjithësi në Kosovë shumë pak ka, oferta ka shumë, a kërkesa ka relativisht pak. Si shpjegohet? Po, kjo shpjegohet me një, le të themi, rrjedhë të ngjarjeve ku ne fatkeqësisht kemi filluar fëmijët tanë kanë filluar të mendojnë që është mjaftueshme që ta krysh edhe shkollën fillore, edhe të mesmen, edhe bachelor, edhe master, edhe të doktorosh në vendlindje ose dikun afër, aq më keq ndoshta edhe të një rreth i ngushtë dhe atëherë fatkeqësisht po fitohet një komoditet i cili mandej po na nxjerr neve të lashe. Dhe jo shumë kush mund thotë atë çka. Po sa kryu unë këtu, po ku kam më afër ndoshta, nuk po them gjithmonë më lehtë, mirë po është kriju një komoditet le të themi i rrejshëm. Pse? Se mandej po vjen
ajo pika kritike sigurisht në janarin vitit të kaluar, kur ishte fluksi shumë i madh i njerëzve që dëshirojnë ikjes me dalë jashtë, edhe ata çka? Ne nuk kemi fëmijët tonë me dërgu atje me na bu punëtor krau. Fëmijët tonë nëse e kanë kompetencën, e marrin kompetencën në universitet, në sistemin shkollor, ata mund të jenë konkurrent. Pra tregu evropian, prandaj edhe synimi jo vetëm i Universitetit të Gjakovës, por edhe të gjithë universiteteve në Kosovë është që të krijohen kuadro kompetente, që të jenë mandej konkurrent edhe në tregun e jashtëm, se Kosova është një treg i vogël. Ne kemi numër shumë të madh të studentëve në krahasim me popullatën. Do thotë, sipas një statistike të fundit që ka publikuar Bashkimi Evropian, në 100.000 banor ne kemi diku rreth mbi 6.600 studentë, që është 2 herë pothuajse më e madhe se mesatarja e Bashkimit Evropian. Po edhe kjo ka shpjegimin e vet, se ne kemi popullsim shumë të re. Prandaj Kosova nuk e ka kapacitetin edhe komoditetin edhe ekonomik, edhe të forcës ekonomike edhe industriale që të absorbojë gjithë këtë numër të rive. Po gjeografia në një mënyrë ka humb kuptimin, andaj ata fëmijët tonë që dalin jashtë punojnë dikun është më mirë me qenë me një nivel të shkollimit që është kompetent dhe konkurrent, se sot na shkojnë fëmijët që nuk e dim në dorë të kujt bin ose çfarë rrugë marrin. Rrugë marrin. Prandaj edhe ne jemi duke u mundu që ta bëjmë atë edhe përmes projekteve të ndryshme. Ne po e shohim që ju në vazhdimsi keni takime me përfaqësues të universiteteve të njohura ndërkombëtare, po edhe në Shqipëri. Çka po bisedoni në këto takime? Bisedat kryesore gjithmonë, le të themi, tema kryesore është se si të konsolidohen programet ekzistuese dhe të krijohen programe të reja të cilat kanë më qenë atraktive për maturantët, gjithsesi për fëmijët tanë. Gjithmonë duke pas parasysh që jo vetëm për Gjakovën ose rajonin e Gjakovës, po ne kemi malsinë e Gjakovës, e cila gjeografikisht është shumë më afër me neve se sa me Tiranën ose me Shkodrën, mandej e kemi rrafshin e Dugaxhinit, edhe për tërë Kosovën. Pse të mos krijojmë në Gjakovë programe të cilat nuk i ka asnjë universitet tjetër, dhe edhe qëllimi i universiteteve publike, unë shumë besoj kur janë kriju ka qenë që secili universitet në një mënyrë të profilizohet për diçka dhe do thotë fëmijët tanë të lëvizin prej një qendre urbane në një qendër tjetër, ose prej një fshati dikun andej ka Kamenica dhe të vinë këtu, pse jo? Ose fëmijët tanë prej Gjakove ose prej rrethit të shkojnë dikun studiojnë në Therizaj ose në Mitrovic. Se është e vetmja mënyrë që përveç se mësim nxënja nuk është vetëm me lexu ose me hyrë në internet, po është edhe diçka sociale, se si të silësh në rrethin e caktuar, si të mësosh të punosh në grup, edhe se si të përshtatësh ambientin ku studion ose ku punon. Spari ku studion, jeton, mandene kur i ke kriju këto parakusht, atëherë me punu do ta kesh shumë më lehtë që ta gjesh vend në mesin e bashkëpunëtorëve dikun tjetër. Prandaj, Universiteti i Gjakovës ka të nënshkruar marrëveshje edhe përpara me shumë universitete kombëtare, do thotë nga Shqipëria, ka edhe nga Kosova po ashtu, mirë po ka edhe me Northern Illinois, do thotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ndërkohë ne kemi rrinë që të nënshkruajmë edhe me Universitetin e Elbasanit, po ashtu edhe me Universitetin e Torinos, pas një marrëveshje që ka komuna me komunën e Torinos, ne kemi nënshkruar me rektorin e Universitetit të Torinos, dhe ky tash është një segment tjetër që ne mundohemi që studentët tonë edhe personelin akademik të shkojë atje, qoftë për një pjesë disa module ose një semestër, po qoftë edhe për studime vazhdim të studimeve, po ose edhe verore. Universitetet verore 3-4 javësh, 3 javësh ku ndoshta është mirë me ja fillu kësaj që pak fëmijët tonë më mësu në një rreth tjetër dhe më ambientu pak dhe mandej me fillu me shku edhe për shkak se është të lashët të kalosh për një sistemi në sistemin tjetër të shkollimit. Dhe çfarë profile janë në Universitetin e Torinos? Universiteti i Torinos është një ndër universitetet më të njohura, ka profile të ndryshme. Neve ato që kanë të bëjnë me edukim me gjuhë të huaja, edhe që kanë të bëjnë me shkencat mjekësore teknike, që do të thotë për infermeri, mami dhe të tjerat. Mirë po, duke ditë që ne nuk mund të bëjmë programet të përbashkëta në gjuhën shqipe me universitetet e huaja, atëherë ne mendojmë që në nivelin e dytë, pasi të konsolidohen programet studimore në bachelor, atëherë në master ne të bëjmë në gjuhën angleze ose në gjuhë të përzira, ku
ku kanë me në ardhë, le të themi profesorët nga universitetet të ndryshme, nuk është vetëm Torino, ne kemi tash edhe Northern Illinois, edhe ata janë të interesuar të vinë edhe të bashkëpunojnë me neve për programe të reja, dhe shkolla tjetër që është edhe e rëndësishme është që Politekniku i Milanos, që është një ndër shkollat lidere të Evropës, edhe ata janë ofru që të vinë në Gjakovë dhe të shohin se çka mundemi ne bashkërisht me ta të çfarë profile mund të hapet dhe çka të bëhet. Dhe aty e kemi një ide, e kemi diskutuar edhe me zyrtarët e komunës, edhe me bashkëpunëtorët e mi që ndoshta ai program duhet të jetë interdisiplinar, gjithsesi duhet të jetë për tërë universitetet, mirë po ta kemi na këtu si më thonë primatin nëse jemi një koqir të asaj. Kështu që unë besoj, kjo është një hapje tjetër perspektives për student. Ne e kemi me Torinon, veç e kemi filluar procedurën javën e kaluar me shiqu se cilat janë mundësit në Torino për Universitet Veror ose për kurse verore, edhe semestri si është, do ta shpallim interesimin, do ta hapim që studentët ta bëjnë interesimin, ne jemi njëherë të interesuar të dërgojmë studentët, dhe atëherë të shohim se kush po na paraqitet dikun 5 deri në 10 veta të dërgojmë brenda vitit akademik në Universitetin e Torinos. Qartë, ku jemi të programet? Aktualisht Universiteti i Gjakovës i ka 3 programe edukimi, jo, i ka 3 fakultete, i ka 7 programe studimore. Disa programe, po. Edukimit, filologjikut dhe mjekësisë. A ka mundësi ose a keni biseduar në një të ardhme jo të largët për hapjen e disa programeve të reja ose dhe fakulteteve të tjera? Shiqoni, na jemi të vetëdijshëm se çka po ndodh në Kosovë në sistemin e arsimit lartë. Dhe kemi mungesë të kuadrit. Neve na duket që kemi, po mund t'ju them me kompetencë që ka mungesë të kuadrit. Universitetet e reja kanë atë edhe problem edhe më të madh. Agjencia e akreditimit i ka vu kriteret të ashpra. Për një program studimor duhet t'i kesh 3 doktora shkencës në marrëdhënie të rregullt pune. Dhe paramendojni tash, në qoftë se zgjerohesh për një herë ti nuk ke. Po fatmirësisht ne me këto programe tona i kemi numrat për të gjitha këto. Se shkojmë në reakreditim, jemi kualifikuar në reakreditim për 4 programe, 2 në edukim edhe 2 në mjekësi. E kemi një problem gjuhës angleze, jo vetëm neve, po edhe Prishtina ka atë problem, po edhe Prizreni ka atë problem, se nuk ka doktorat shkencës në numër të mjaftueshëm në Kosovë me mbulu këto, prandaj ajo duhet të gjithë në nivel të Kosovës, ndërsa për gjuhën shqipe po ashtu fakulteti ka marrë një vendim atje që 2 drejtime që kanë qenë si të ndara gjuha shqipe dhe vesh dhe letërsia shqipe të shkrihen në një dhe të quhet gjuha dhe letërsia shqipe, dhe aty po ashtu kemi marrë dritën e gjelbërt prej agjencionit të akreditimit që të fillojmë me akreditimin e atij programi. Prandaj në këto momente që ne po flasim, dekani me 2 udhëheqja të programeve studimore nga Fakulteti Filologjik gjenden në vizitë në Shqipëri, ku janë duke biseduar me kolegët e tyre në Universitetin e Tiranës dhe të Shkodrës, se të programi të ndërtohet me kredibilitet për gjuhë dhe letërsi shqipe dhe të akreditohet që ta kemi, do thotë, një program të ri. Nuk do të ngutemi, edhe pse thonë jo duhet kemi ma shumë fakultete, shiqo ne është mirë të i konsolidojmë dhe planet i kemi shumë qartë që do të bëjmë andej, do të hapim programet të cilat nuk gjenden në universitetet e afërta këtu. Nuk do të hapim programet që gjenden në Prizren ose në PEI. Kemi fillu konsultimet me, dje kemi vizitu, unë dhe projektori kemi vizitu rektorin gjithësisht menaxhmentin e Universitetit të PEI-s, kemi bisedu shtruar me ta për programet, do thotë është gatishmëria se ne si menaxhment kemi një strategji shumë të qartë. Si do të mund bisedojmë me dikën jashtë Kosovë, kur s'pari nuk bisedojmë me universitetet që gjenden brenda Kosovë. Prandaj e kemi marrë iniciativë dhe tash do të shkojmë në radhë edhe do të bisedojmë me secilin prej tyre se si mund t'i ndihmojmë njëri tjetrin dhe se si ne të mos bëjmë programe të dyfishta. Sepse dhe problemet janë të përafërta. Problemet janë pothuajse të ngjashme. Kur jemi të kjo çështje, u bën disa muaj nga ardhja juaj në krye të këtij universiteti, si po e cilësoni stafin akademik? Shiqo, stafi relativisht, si stash pak më parë, na i plotson neve kriteret kushtet për reakreditim dhe për mbajtje normale të, po jo tërësisht, për shkak se i kemi 37 mësimdhënës në marrëdhënie të rregullt pune.
ku prej tyre është një numër relativisht i mirë, le të themi, ose i kënaqshëm i profesorëve. I kemi 2 profesorë të rregullt, mandej i kemi 1 profesor të asociuar dhe i kemi një 14 profesor asistenta, do të mandej tjerë ligjërues dhe asistent. Dhe domosdoj kemi edhe një 60 bashkëpunëtor të jashtëm të angazhuar. Tendenca jonë është që të shkojmë të marrim më shumë të rregullt, po jo në mënyrë mekanike, veç sa me marr, po të shohim se çka na duhen për programet e reja dhe për akreditim. Do të bëhemi, do të shkojmë hap pas hapi pa u ngutur, që më thonë valla, shiqo, që ky universitet të jetë universitet duhet ta kemi master në doktoraturë. Ne problem ka Prishtina me një përvojë 46 vjeçare, do të thotë para sa ditësh me 15 shkurt Universiteti i Prishtinës e ka festuar 46 vjetorin. Edhe prap kemi probleme me nivelet e doktoraturës, në disa biles edhe në disa drejtime të ndryshme ka problem edhe me bachelor dhe master, për shkak se ne duhet jemi të vetëdijshëm se një numër i atyre që kanë barën e universitet ose shkollimit lartë kanë dalë në pension. Koka akademike. Rikthehemi edhe një herë tek studentët. Si janë marrëdhëniet e juaja konkretisht si rektori i këtij universiteti me studentët, me parlamentin studentor? Shiqo, me parlamentin e studentëve marrëdhëniet janë të rregullta. Ne studentët i kanë disa probleme mes vete, prandaj ato unë nuk dua të diskutoj. Ne e kemi unë si rektor, kur kom marrë në këtë universitet, unë i kom gjetë njerëz të angazhuar me kontrata, i kom gjetë organet e konstituara, kom qenë le të themi unë i fundit ndoshta si rektor që jam zgjedhur, se ka qenë senati konstituar, ka qenë këshilli drejtues i konstituar, normal ndërkohë është plotësuar për shkak se jam zgjedhur unë edhe stafi tjetër, dhe ne i kemi gjetë po ashtu edhe parlamentin e studentëve të dalë nga zgjedhjet e fundit. Dhe ai parlament për mua i cili gjendet në vetfaqen zyrtare të Universitetit të Gjakovës, për mua është kredibil, ka pakënaqësi atë, jo është bë, po ato pakënaqësi duhet të adresohen në mes brenda organeve të studentëve, do thotë organizatave studentore, se janë shumë të qarta, do thotë rregulla që zgjedhjet studentore të cilat i thirr ministria ose këshilli drejtues marrin një herë në 2 vjet. Dhe andaj çkado që është zyrtar dhe gjatë të cilat edhe janë vërtetuar ose konfirmuar nga organet mbikëqyrëse ose personat mbikëqyrës të ministrisë, do thotë unë i kom informatat, i kom marrë për tërë edhe vërtetimin jo veç unë, po edhe në media e keni vrejtë edhe të tjeret, që ata që janë në atë listë të parlamentit studentëve janë zgjedhur të gjithë kanë nënshkruar për te. Normal që ka pakënaqësi, është mirë rinia kur ka pakënaqësi, unë kom marrëdhënie korrekte, ka ndonjëherë që dikush ngrit zanin më shumë ama pak, po ajo është çështje njerëzore, studenta duhet me i kuptu, po në të njëjtën kohë edhe studenta duhen me na kuptu neve që ne nuk jemi udhëhes ose profesor për një grup studentësh, por ne jemi udhëhes, gjithsesi ne menaxhojmë një universitet i cili tash veç i ka 2200 studentë. Edhe i cili ka një staf, le të themi, një personel i cili ka afër 100 profesorë të angazhuar dhe të rregullt, dhe po ashtu e ka personelin administrativ i cili numëron diku 23-4 veta. Qartë. Ndërkohë është ndruar edhe stafi akademik, gjithsesi zëvendës rektori, emrimet e tjera ka pasur në universitet. Kjo ka shkuar për të mirë, besoj, të universitetit. Po shiqo, sepse janë forcat e reja. Në statut, jo vetëm të Universitetit Gjakovës, po statut të gjitha institucioneve të arsimit njëllë të universiteteve, me shkurën e rektorit shkon edhe garnitura e tij. Me ardhen e rektorit, rektori ka i propozon edhe zëvendësit gjithsesi projektorët e vet. Prandaj ka ardhur, ne mendojmë që unë i kom propozu, senatorët i kanë aprovu dhe mendoj që bashkëpunëtorët e mejen ka bëjnë një punë të mirë, të përkushtuar, normal që ka sfida të ndryshme, ka ende, është universitet i ri, ka, ndoshta kjo ka qenë, le të themi, ka qenë një fakultet ose një deg e Universitetit të Prishtinës, ndonjëherë ato që janë larg qendrës janë mësuar të punojnë pak më ndryshe, kështu që tash ne kemi ardhur një personel, për shembull, unë me përvojën time, sidomos nga shkencat teknike të cilat i kemi gjanat shumë të strukturuara, kështu që ndoshta ndonjëherë dikujt i duket pak ma e thellë ajo çka bëjmë neve, po çdo gjë është në të mirë të institucionit ose të Universitetit të Gjakovës. Sido që tjetë, personalisht si njohësi i mirë i kësaj fushe akademike, si e cilësoni ose si e vlerësoni dorëheqjen e rektorit Zenullahu në Prishtinë? Unë mendoj që dorëheqja e rektorit
Zenullahu është një rrjedhë e cila ka fillu qëmoti dhe ndoshta është në këtë moment, nuk po them që është prit në këtë moment, se është prit që ndoshta të përfundohet mandati dhe se veç jemi në nesën e zgjedhjeve, mirë, tash nuk duhet të paragjykoj se është vlerësimi i rektorit personal, prandaj arsyet i ka dhënë publikisht dhe arsyet ato që i ka dhënë ne duhet t'i respektojmë, ato që i ka dhënë publikisht. Mirë, po besoj që fatkeqësisht Universiteti i Prishtinës ka pasur në një çorçokak, në një rrugë qorre në cilën dy palë kanë qenë të barikaduar, le të themi, në një mënyrë se cili të dy palët e kanë pas fajin e vetëm, një pjesë të fajit, se nuk mund t'i mvishet faji njënës palë. Mirë, po unë besoj që aty ka mungu një racionalizëm në mes të dy palëve që qashtet të mos shkojnë kaq larg sa Universiteti i Prishtinës të vijë para zgjedhjeve të parakoshme dhe të fitojmë. Shpresoj shumë dhe kam bindje që Kosova si shumë herë edhe Universiteti i Prishtinës është ballavaçuar me shumë sfida përpara që do t'ja tej kaloj, për shkak se kur Universiteti i Prishtinës është mirë, t'jeni të sigurt që edhe ne jemi edhe më mirë universitetet tjera. Se në një mënyrë ne kemi dalë për atij universiteti dhe ai duhet të jetë shembull dhe modeli për neve. Prandaj unë i dëshiroj çdo të mirë edhe cili do rektor, edhe të gjithë organeve që në zgjedh atje, edhe pse edhe unë ende jam një pjesë e atij universiteti ende, prandaj shpresoj që këto lëvizjet e fundit që janë me qëllimet më të mira, edhe që Universiteti i Prishtinës më në fund të mos jetë, le të themi, temë debati edhe i njerëzve të cilët nuk janë kompetent me folë bile për atë. Pra një optimiste nuk do të ketë refleksione negative kjo dorëheqje? Po, shiqo, dorëheqja nuk do të ketë refleksion negativ teknikisht, për shkak se procesi është pothuajse në ditët e fundit. Javën e ardhshme më duket mbyllet konkursi për rektor dhe atëherë shumë shpejta do ta kemi si parashikje diku me 15 mars duhet të jetë të vijë rektori, do thotë ta merr detyrën dhe shumë shpresoj që rektori i zgjedhur do të ketë forcë dhe përkrahje nga të gjithë dashamirësit e Universitetit të Prishtinës dhe arsimit të lartë, të gjitha institucioneve që të konsolidohet puna në Universitetin e Prishtinës duke ju përmbajtur, po them prap, kritereve të cilat duhet të jenë konform edhe situatës, edhe të gjithave rrjedhave që shkojnë në Kosovë, po duke mos e humbur cilësinë dhe për ato për çka kemi mision. Qartë. A mendoni se studentët në Kosovë, po veçanti edhe në Gjakov, manipulohen politikisht dhe nëse po, pse? Shiqo, çka është manipulimi politik? Po gjithkush e ka mendimin e vet politik të cilin duhet ta shprehë. Ndoshta unë nuk do ta quaja manipulim, po do të thoja që është shprehje e programeve politike ose tendencave politike në vendet ku nuk duhet. Se nuk ka njëri që nuk e ka, si më thonë, një mendim politik se po ku shkon me e hudh votën në kutinë e votës. Prandaj, mirë po, duhet të ndahet institucioni të cilin e udhëheq, ose në cilin shkollohesh, ose në të cilin punon, ose vepron, prej bindjeve politike. Pra neve kjo na duhet që secili prej neve të merremi me çështjet që na i obligon puna, vendi i punës. Do thotë jo një program politik i subjekteve të caktuara. Prandaj unë mendoj që çka manipulimi ka shumë tash, jo është manipulu kjo anë, jo është manipulu ajo anë, jo po manipulohet për një partie, po njëra politik nuk ka, vetëm se njeriu duhet të mundohet ta ndaj profesionin prej bindjeve politike. Sigurisht keni edhe një porosi për studentët e Gjakovës në këtë drejtim. Sigurisht jo vetëm për studentët e Gjakovës, po edhe për studentët e minë në Prishtinë dhe kudo, detyra e tyre kryesore është që ata ta kryejnë misionin për çka kanë ardhur, mësim nxënja, gjithmonë duke qenë kërkues, edhe një herë po e nënvizoj, kërkues ndaj mësimdhënësve dhe profesorëve dhe asistentëve të vet, që ata ne të avancohemi, të përdorim metodologji të reja, të jemi në hap me kohën dhe me metodologjitë evropiane, në mënyrë që studenti të thith prej neve, gjithsesi
ne të transmetojnë taj, ai thith për neve dhe në fund, ai ta dëshmoj me nxenin e vetë që institucionet tona krijojnë ekspert ose të diplomuar me kompetenca. Flasim pak për infrastrukturën në Universitetin e Gjakovës. Relativisht duket që është mirë si infrastrukturën përgjithësi marë. Derisa ka përfunduar semestri i parë, si po e vlerësoni suksesin e studentëve? Ne jemi të i bë disa analizat të suksesit, për shkak se është obligim i ndaj raportit dhe vlerësimit që duhet ta bëjmë për agjencion e akreditimit. Infrastruktura, kemi kabinete të mjaftueshme për personelin sa e kemi, ka edhe, le të themi, mjetë elektronike, kompjuter, nga dal neve i kemi shpërndarë tash edhe udhëheqësve të programe studimore, laptop, kompjuter të tjerë ose diçka tjetër, janë pajis sallat në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjik që kanë pas tabelat me shkumsa, me tabelat tash me të bardha gjithsesi në cilën do të thotë në një mënyrë i kontribuojmë pak edhe rrugës ambientit, për shkak se në disa salla të vogla me tavan të ulët kur punohet me shkums është pak më të lashtë dhe kur numri i studentëve është pak më i madh. E mirë, po kjo nuk do të thotë që jemi të kënaqur, për shkak se ju e dini që ne jemi në proces të tenderimit ministria për kampusin e Universitetit të Gjakovës, i cili e ka të përcaktuar lokacionin të ish kazerma atje, të Kisha Katolike, dhe ne mendojmë që ai ka me qenë një vend, se edhe në zgjedhjen urbane që është tu e bërë qyteti që e kemi pa nga komuna, është një zgjedhje shumë e mirë, se aty kalon edhe rruga që shkon për Shqipëri, por kalon edhe rruga e cila e lidh me unazën tjetër atje pas spitalit. Ne ndërtojmë objektin afër spitalit të qytetit, ku ne spitalin e qytetit e kemi, si më thonë, vendin në cilin studentët e mjekësisë shkojnë dhe bëjnë praktikën klinike. Shumë mirë. Do të thotë në një mënyrë dhe besoj që atje do të krijon tamam kushtet infrastruktura se aty parashihet këtë. Edhe bibliotekë, se ne kemi bibliotekat e ndamën, se nuk është lehtë të punosh në disa objekte. Dhe këtu unë deshta të ndërlidhura me atë që thatë pak më parë ju që studentët lidhi me bustin ose shtatorën e profesorit Femi Agani, normal që unë jem deklaru për media dhe kom thonë që unë e kom njohur profesorin ndjerë dhe edhe personalisht, dhe nuk kemi që ka të flasim se unë jem nështë shumë i vogël të flas për një figurë të tillë, por ne do të mundohemi që figura e tij ta ketë vendin tamam tjetë pozicionuar në vendin e duhur. Dhe prandaj unë besoj që shpejt ja fillojmë me ndërtu kampusin dhe atëherë grupet, ne kemi marrë vetën e gjelbërt që ta krijojmë grupin për ide se si do duket, ku kanë me qenë njerëz të cilët kanë me pa rrethinën, me njoft cilët do të mësojnë ose dinë për mentalitetin e profesorit, do thotë shumë aspekte, normal që janë specialist të fushave të artit, dhe të gjitha atëherë do të bëhet një diskutim publik, në mënyrë që ne çka të bëjmë? Ne të kërkojmë dhe të përgatitim për kërkesë buxhetore për vitin e ardhshëm, se nuk janë buxhetet e vogla ato të cilat ne kemi problem me buxhet, për shkak se janë shkurtuar buxhetet jashtëzakonisht shumë në këtë vit buxhetor nga ministria. Ju i përmendët disa sfida, cilën po konsideroni si sfidën më të madhe për Universitetin e Gjakovës? Unë mendoj që sfida më e madhe është që ne, së pari ne si personel akademik, të jemi në linjë bashkëkohore të metodologjive, do thotë, të bëjmë lëvizje, të krijojmë punime, kontribute të ndryshme shkencore, profesionale, të shkojmë jashtë, të takohemi me kolegët tanë, t'i tregojmë se ku gjendet Universiteti i Gjakovës. Kosova është e vogël, Ballkani është e vogël, Lenema, Gjakova, është e vetmja mënyrë, do thotë thithim sa më shumë hyrje rreth të arriturave në sistemin e mësimdhënies. Studentët duhet të ballafaqohen me metodologjitë e reja të mësimdhënies, të jenë kërkues, mos kërkojnë që në mënyra shumë të lehta të jepet një provim, për shkak se provimi është një çështje teknike në fundit, është ajo që e arrin e nxen, do të thotë arrin studenti ta marr nga
profesori ose bile edhe nga literatura, se tash mos ta personalizojmë vetëm nga profesori, se sot kemi shumë ka mënyra, është interneti, është literatura shkruar, elektronike dhe të tjerat, edhe kur këto të dyja së bashku kombinohen, do thotë profesorët, mësimdhënësit dhe studentët, secili e kryen obligimin e vet, unë besoj që atëherë kjo është sfida e ndryshimit të mentalitetit, gjithësisht të metodologjive, se ne kemi trashëguar metodologjitë e tjera, ajo është problemi më i madh që kemi. Prandaj unë besoj që të dyja, dhe mandej edhe studentët e kanë marrë me atë se me disa dispensa, me disa libra, literaturë, nuk ka nevojë sot. Ka nevojë me bo prezantime, me qenë si udhërrefyes se ku studenti ka me gjetë faktikisht landën, ose temën, ose tematiken, ose fushën me cilën ka me kërku. Pra, po kjo bjen edhe një problem tjetër. E bjen problemin që studenti duhet të jetë në nivelin e duhur që ta prezgjedh, gjithsesi ta vlerësoj informatin që e merr nga interneti ose nga literatura, të cilën duhet me përdorur në mënyrë se tash sfida në botë është prezgjedhja ose vlerësimi i informatit që dëshiron me apliku. Qartë. I përmendet pak më përpara studentët që vinë nga Malësia e Gjakovës. Si është niveli i tyre, ose sa po arrin rezultate në Universitetin e Gjakovës? Megjithëse nuk jemi larg gjeografikisht. Po, gjeografikisht jemi afër, ka pak probleme, si më thon, sado që jemi afër ka probleme transporti të tjera. Ka një numër që është edhe në mjeksi, po ka një numër edhe në edukim, unë kam pasur rastin kur kam dhënë në edukim Londën dhe kam shku shembull në Letaj, në fshatin Letaj, ku studentët kanë qenë të obliguar në grup nga 2 vetë me marrë nga një orë mësimi, kemi shku me PowerPoint, faktikisht edhe me videoprojektorët, kemi marrë me veti, kemi shku në shkollën Letaj, kanë qenë 3 grupe, ka qenë një grup i Shqipërisë, se ka qenë një prej Shqipërisë atje, i cili ka bërë që ne të shkojmë, edhe 2 grupet e tjera që kanë qenë prej Kosovë, dhe kemi shku atje, kemi marrë. Ka probleme infrastrukturore në ato pjesë, mirë po, shiqo gjenden ata, do thot, nuk e kanë keq, edhe pse her mas here, do thot, kërkesat jenë pak ndonjëherë probleme të udhëtimit, me vonesa, me këto të tjerat. Mirë, unë besoj që shumë shpejt tash infrastruktura rrugore është rregulluar, duhet vetëm të krijohen edhe lidhjet, edhe atëherë ne do të kemi sigurisht në programet të cilat kanë qenë atraktive edhe për popullatën e Malësisë që do të vinë te neve. Ne edukim kemi. Rezultate apo arrin? Po, sigurisht, do thotë ka shumë të përkushtuar, ose të përkushtuar, se te edukimi dominon gjenia femërore. Ndoshta këtu është mirë në këtë emision e juaj me bodha një dhanë publike që ne në Universitetin e Gjakovës i kemi në këto 3 dhejtimet i kemi pothuajse gati 80% të gjenisë femërore. Jemi ndoshta ndër universitetet më femëror në Kosovë. Këtu po apelon sigurisht për ndihmë Universitetit Gjakovës, meqense shiqon ndihma është e mirë se ardhët të gjithë njerëzve dashamirës. Unë e shfrytëzoj studiun e juaj që të falenderoj të gjithë qytetarët, të gjithë ekspertët të ndryshëm, të gjithë njerëzit që kanë ardhur edhe në muajin e parë më kanë vizitu, mund të them kanë qenë me mira, unë i kam prit pa kurrë problemi, edhe studentët, me ide shumë të mira, me ide unë i kam dëgjuar të gjithë, edhe mund ka shumë mirë që unë e kam marrë një përkraje tëre, do thotë, jo unë personalisht, po unë si rektor i Universitetit të Gjakovës, do thotë ata e mendojnë universitetin, po e marrin universitetin si diçka që është, mos të me shenjt, po diçka që është shumë e vlefshme për rajonin, edhe për Kosovën, edhe për popullin, prandaj janë të gatshëm të ndihmojnë. Normal që ka ndonjëherë tendenca që më ardhë me dhonë në universitet, po sido që tjetë kriteret për mësimdhënie dihet dhe duhet ta kemi të qartë që jo kushdo që ka një diplomë mund të jetë mësimdhënës. Prandaj këtë kriter do ta kemi parasysh në universitetin tonë. Zoti Buza, në emër të shikuesve që po na ndjekin në këto momente, veçanërisht studentëve të Universitetit të Gjakovës, ju falenderojmë për prezencën tuaj sonte këtu, që shpalosët sfidat, sukseset dhe të arriturat e Universitetit Publik të Gjakovës. Edhe unë ju falenderoj juve që më keni thirrë në këtë intervistë dhe edhe një herë unë do ta shpreh mirënjohjen time gjithsesi do t'ju dëshiroj studentëve dhe personelit të Universitetit të Gjakovës së pari dhe mbi të gjitha shëndeti dhe durim që sa më shumë të marrin gjithsesi të përvetësojnë metodologjitë e reja dhe
të arriturat bashkëkohore ti transmetojnë të studentët, ashtu që studentët mandej t'i kthehen ekonomisë së Kosovës për një mirëqenie më të mirë të popullit. Faleminderit. Gjithashtu. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista me rektorin e Universitetit Publik të Gjakovës Femi Agani, zotin Shaban Buza. Faleminderit edhe një herë, mirupafshim në intervistat e radhës. Faleminderit.